Përshëndetje, mirë se erdhët këtu në Tarot Albania me mua Reën. Ky do të jetë parashikimi i shenjës së peshqve me energjinë e vitit 2026. Për të gjithë ju që jeni për herë të parë, unë ju ftoj të më ndiqni këtë në TikTok. I bëni like kësaj video në mënyrë që t'ju shfaqen parashikimet e radhës, komentoni, bëni save të dëgjoni në mënyrë të vazhdueshme dhe shpërndani teknikin juaj shenjës së peshqve se mund ta ndihmoni vërtet shumë me këtë parashikim. Pa humbur kohë, le të nisim. I dashur i shenjës së peshqve, unë të uroj në radhë të parë, gëzuar vitin e ri 2026, qoftë një vit i bekuar me më të mirat e të mirave për juve. Viti 2026 është një vit me të vërtet me dy momente shumë të bukura. Kemi letrën e botës dhe letrën e yjeve. Momente perfekte, momente suksesi, momente arritjesh, momente magjike, si që thotë dhe letra, po gjithsesi unë do t'ja u shpjegoj pak më tej me detaje. Unë mora një letër nga Prism Oracle, nga orakujt e përgjithshëm, dhe më thueshe që ky do të jetë një vit magjik, do të jetë një vit suksesi, do të jetë një vit arritjesh, një vit që do të përmbushni dëshirat dhe synimet tuaja. Nuk do të jetë një vit ku ju do të jeni opsion në jetën e dikujt tjetër, por do të jeni gjëja primare, gjëja e parë për të cilën ata ka nevojë në jetën e tyre dhe do të jetë shenja e peshqve. Pse është një vit magjik? Sepse është një vit që sjell të papritura, është një vit që sjell gjëra që ju ndoshta nuk i kishit planifikuar fare dhe është një vit i cili vërtet sjell shumë sukses. Për ata persona që merren me showbiz, që merren me art, që kanë një punë sociale, që kanë një punë në grup, që merren me muzikë, me aktrim, me modeling, ndoshta ata persona që merren ka një biznes me qendër estetike, pra gjëra që lidhen me artin, ndoshta edhe ata që kanë lidhje me gatimin, sepse dhe gatimi është art, ata që merren me futbollin, ndoshta me sportet. Është një vit shumë show. Sepse letra e yllit tregon për show dhe në thuhet që është një vit për sukses, është një vit për spektakël, është një vit për show, për shenjën e peshqve. Pra, nëse dëshironi të merreni me diçka të tillë, viti 2026 e sugjeron. Po prap letra e botës na e konfirmon për herë të dytë që ka shumë shanse që peshqit të vit të jenë edhe personazhe ndërkombëtar. Nëse merreni me politik, nëse keni një biznes, do t'ju lidh puna me televizorin jashtë, sepse